Bismillahirrahmanirrahim. Jemi me emisionin Fikhu Hanefi, emision që realizohet nga Bashkia Islame e Republikës së Kosovës, së bashku me profesorin e nderuar gjithsesi çdo javë Mustafa Vedi Havollin. Tema më e madhe e imamëve, fjala është për Imam Ebu Hanifen. Kemi folur në emisionin e kaluar të nderuar shikues rreth nxënjes së dijes nga ana e Imam Ebu Hanifes, kur kishte filluar, kush ishte bërë shkaktar që ai të filloi të interesohet për shkencën, e më vonë si u çase edhe shkencës së fikut për cilën neve jemi duke u marrë me këto emisione çdo javë. Sa i përket temës së sotme, kemi përzgjedhur nga ana e profesorit të nderuar ta dimë trajtesë, të sqarojmë dhe të mirëkuptojmë se ishte Imam Ebu Hanifja si mësues. Meqense për nxënjen e dijes, për respekt ndaj mësuesit, profesori i nderuar ka sqaruar shumë bukur në emisionin e kaluar tash, sigurisht është në interesin e të gjithëve që të dimë tash atë pozitën e Imam Ebu Hanifes si mësues. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Imam Ebu Hanifja si mësues normalisht ka qenë rezultati asaj fazës paraprake ku interesimi për dije dhe dhënia mbas kërkimit të dijes në kuptimin e lëndës çdo punë mbrapa përveç ibadetit, Imam Ebu Hanifja ka arritur që shumë shpejt edhe para se me konë mësues, në kuptimin e mësuesit me udhëheq shkollën në fek, praktikisht Imam Ebu Hanife ne kemi pa se ka pas qasje edhe në për qendra tjera shkencore. Ka mbledh, themi sikur mbledh e mirë çdo gjë, dhe ajo që ka favorizue shumë Imam Ebu Hanifen që me pas sukses si mësues tani, ka qenë zgjurësia e rrallë tina. Zgjurësia e rrallë e Imam Ebu Hanifes. Për këtë praktikisht të gjithë e pranojnë edhe miqtë edhe të tjerët, edhe përkrasit edhe pasuesit dhe kundërshtarët, se Imam Ebu Hanifja ka qenë ka pas një zgjurësi shumë të rrallë. Për ata Imam Ameshi, i cili është konsideruar prej dietarëve të hadithit si Emirul Mu'minin, udhëheqi i muslimanëve në hadith. Dhe kur janë për mësuesave të Imam Ebu Hanifes në hadith. Një për diç i ka thonë Ebu Hanifes, masi ka marrë disa sqarime rreth çështjeve të fikut, atë fjalinë e tij të njohur: "Law kana al-amru bit-talabi wat-talaqqi, law kana al-amru bit-talabi wat-talaqqi, lakuntu afqahu minka. Lakinnahu ata'un min Allah." Sikur të shkon çështja nga leximi i shumt dhe takimi dhe marrja prej shumë mësuesave, unë do të isha më i Zotit në fek se ti. Vetë ta meshi Imam Ebu Hanifes. Sikur të shkon çështja leximit shumt dhe studimit dhe dalja jashtë takimi me hoxhallarë me dietarë të kohës, edhe do të isha do të praktikisht unë kum lexuar më shumë se ti. Dhe po edhe kum takuar dietarë më shumë se ti, se kum më ballë se Ebu Hanife më wash, s'ka pas dyshim. Dhe sikur të shkon çështja marrja për mësuesve dhe leximi, e jo ai elementi tjetër që është zgjurësia, se tu do të isha më i mirë se dhe më i fortë se ti në fek. Mirë po, kjo çështje është e dhona e Zotit. Ato min Allah, edhe në ti e Zotit. Zgjurësia është edhe në ti e Zotit. Dhe këto praktikisht nuk kemi mundësi asnjëri me vallaj ta shpeshtoj pak trunin, pak me ka bajte për rritise, nuk ka mundësi më rrini që është e tillë. Për ata zgjurësia ka qenë e tillë, për ata dhe Imam Dhahabiu kur ka folë për Imam Ebu Hanifen, na përmenum imam të mëdhaj, të cilët praktikisht mendimet të cilëve janë të pranuara të masat e gjëra dhe të shtresat e gjëra të dietarëve, dhe të cilët praktikisht nuk janë me thënë Imam Ebu Hanifes. Na kur flasim për Ameshin, po flasim për dikon që është i rangut të Ebu Hanifes për dietarë më të mëdhenj të kohës, që të pak më e vjetër se Imam Ebu Hanifja. Kështu mendimi ka pasur për Imam Ebu Hanifen. Ndërsa Imam Dhahabiu, që kemi përmend disa herë dhe po mundohem zakonisht me përmend, që është
mas objektivi kur është fjala te vlerësimi i dietarëve dhe i transmetuesve dhe ruatëve është fjala dhe pas madhuosh njëri prej historianëve më të mëdhenj të historisë islam, njëri prej dietarëve më të mëdhenj të historisë që ka dhënë historia e islamit tash. Nuk ka dyshim rreth kësaj çështje. Edhe objektiviteti deri diku tina ka bëu që praktikisht me koni pranueshëm të gjitha shkollat juridike edhe pse nuk është pasuesi i shkollës ose mëdhëbit Hanefi. Po kur vjen puna për Imam Ebu Hanifën, në tona librat, nash sjell Alam an-Nubala ose në librin që ka biografinë e Imam Ebu Hanifës dhe nxënësave të tij, edhe njërin edhe në tjetër kur flet për Imam Ebu Hanifën, kur flet Imam Ebu Hanifja si faqih, thotë e sa i përket fikut dhe detaleve të tij dhe thellësisë së tij, fa ilayhi al-muntaha. Ajo është fundi. S'mund të kërkosh me mbrojtje. Ose thot në Sierr al-Alam an-Nubala kur flet për Imam Ebu Hanifën, thot sa i përket fikut dhe çështjeve prezantetit dhe thellësisë së fikut, fa al-imamatu wal-imamatu fihi falahu kulluha musallama. Ati ndërzuar çdo gjë. Kur është fjalët e Imam Bloku në çështjet e fikut dhe në thellësinë e çështjeve dhe detalet e fikut, Imam Bloku i është dërzuar aty, ajo është i parë. Ajo është imami i gjithëve. وهذا أمر مسلم عند الجميع. Kjo është çështje që e pranojnë të gjithë. Bile në fund e merr si argumente për mend një strofë që normalisht për ata që se pranojnë këtë çështje, arabët zakonisht e përdorin këtë kur diçka s'ka nevojë mu argumentu ose është aq e qartë. Ata e përdorin këtë strofë. Walaysa yasihu fil adhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila ad-dalil. Praktikisht s'kem në mendjen logjikisht kur gjë është ndosh edhe pranueshme nëse edhe dita ka nevojë për argument, se do është ditë. Nxen dielli, sonë këshir me ditë, am argument që po nxen dielli edhe është ditë. Nëse edhe këtu ka nevojë për me sqaruar me afru argument që është ditë atëherë thotë s'kem do të mjaftë shpinën dhe me dhun selam kush kërkon diçka të tillë. Edhe këtë strofë ka dhënë kur ka folur për Imam Ebu Hanifën rahimahullahu ta'ala. Ose tekstualisht për ata që kanë që me e po është në Sierr al-Alam an-Nubala edhe në Mizanul I'tidal dyat e ka thonë këtë çështje. Thotë Imam Dhahabi al-imamatu fil fiqh wa daqa'iqi musallamatun ila hadha al-imam. Hadha amrun la shakka fihi. Se përket Imam Bllokut do të heqës flamurin aje bordën këtë çështje. Ati është dërzuar. Dhe kjo është çështje që nuk ka pikë dyshimi dhe e ka pru këtë strofën që kush se pranon këtë çështje, atëherë gjason atina që në pikë ditë kërkon argument që po nxen dielli që është ditë. Mërshetat praktikisht me ta skemi nevojë mu marr. Kjo ka bëu që Imam Ebu Hanifja praktikisht t'i del nomi dhe për një kohë shumë të shkurt, edhe pse s'ka pas nevojë me kalu kohë gjatë dhe në farë mënyre shumë herët e kam bërë dorë udhëheqjen e shkollës. Po, kjo është elementi kyç përveç kërkimit sinqeritetit, në adhurim, ibadetit dhe kërkimit të diturisë me ngulëm dhe udhëtimi për me kërku diturin edhe jashtë Kufës, plus në Kufës që ka thonë vetaj praktikisht kemi në bëjmë me qendrën dhe djepin e të gjitha shkencave islame, ka bu që ajtë këtë përgatitje dhe si mësues, po dhonja e Zotit është kompletuar gjithçka dhe suksesi s'ka munguar si mësues. Me qenë se profesor, tash një pyetje kur ka filluar në çfarë moshe Imam Ebu Hanifa tjetë si mësues, pak me sqarue, sepse pozicioni i mësuesit nuk ka qenë i njëjtë me pozicionin e mësuesit tanishëm. Po. Nëse ka drejtuar shkollën atëherë, do thotë ka luajtur rolin edhe drejtorit, edhe ndoshta edhe tati menaxherit, edhe moshatarët e tij, po më intereson profesor tash që nuk janë bon, nuk e kanë pasur epitet në udhëheqjes shkollës, a kanë qenë edhe ata tash nxënës të Imam Ebu Hanifës? Imam Ebu Hanifja praktikisht udhëheqjen e shkollës e ka marrë në moshën 40 vjeçare. Do thotë në vitin 120 Hijri ka vdek Hamadi, mësuesi i tina. Do të ka mbetë shkolla pa hoq, pa udhëheq, pa dietarin, cili u kon ma me nomën dietari më i madh i Kufës pa konkurrencë, pe dietari më të madh të botës
islame. Ajo është që kur Imam Muhamedi, mësuesi i Ebu Hanifes, është që kur ka shkuar në Siri, shku me Buhaxhin, ka shkuar në Mekë edhe u taku me dietarët e mëdhenj të Mekës. Ata në Tausin e ndeshëm me dietar me nam. Edhe ka pritë që kanë me konë thellësi dietarëve të Kufës, që shëmësohë me plot sene, kur u kthye, nuk ja kanë mbush sene, më synin heq që vërata kanë po ju përgëzoj banorët e Kufës kur u kthye pe Haxhit, kanë dalën me prit, se dietari më i madh i Kufës në fakt. Kanë po ju përgëzoj se dietarët e Mekës praktikisht nuk janë të nivelit as fëmijëve tuaj. Kaq që i ka vlerësuar dietarët e Hijazit. Tash kjo është mësuesi i Imam Ebu Hanifes. Kjo është pak e tepruar, po praktikisht me çështje të fikut edhe sidomos çështje të cilat janë pak më anësore, do të inon kupton teksti, jo drejt për drejt i përfshin. Dietarët e Kufës dhe të Irakut janë konë shumë më të avancuar se të Hijazit, sepse jeta në Irak ka qenë shumë më ekoklavitne, shumë më ka pos sekte, ka pos kultura që në kërshëtua, ka dalluar pe jetës shumë thjesht, tash po them nomade të gaditur të arabik, siç ka qenë Medinja, Mekja e Xhozivesh. Zhvillimet pas në kryeqytet, si kryeqendër. Kamboçja atje po. Kështu që Mekja, Medinja, sikur mos të shkon haxhi edhe umreja praktikisht që kanalët pe jashtë, ajo jeta kishte me qenë shumë e thjeshtë, shumë do të që tash më thon ajo thjeshtësia e jetës atje kishte bërë që fiku mos me përparua praktikisht, s'ka nevojë për zgjedhje të reja, është një jetë të thjeshtë, një ditore që përsëritet çdo ditë. Po, ato adhurimet që kryen si në Çabë, si në Medinë. Bujqësia sa në skot të loshe nuk paraqiten problematika të reja, njerëz të fedor që të ofër e vazhdojnë, gjenerat, ndërsa në Kufe je pyet për atë çka bën dhe atë çfarë bën, praktikisht në Kufe kanë ditë me vetë edhe kush e ka kriju Zotin. Po. Ja Zoti e ka kriju këto, që kjo s'ka mujt me ardhur në shprehje në Hijaz ose në si udhësën arabike të kësaj kohë. Kështu që Imam Ebu Hanifja e ka marrë shkollën në moshën 40 vjeçare. Normalisht në fillim ka pas pak hezitime për i madh vjetërve, po shumë shpejt edhe ata që kanë qenë kolegë ti deri dje, kur kanë po thellësinë e tina, dijen e gjarë dhe reflektimin çështjet të fikut për punimi. Për ata është thonë për Imam Ebu Hanifen, njerëzit kanë qenë në gjumë ndaj fikut, derisa i ka zue Imam Ebu Hanifja. Imam Ebu Hanifja është ai që ka dhënë këtë shkencë. Ka shkencë dhe kanë filluar njerëzit më marrë me këtë çështje, derisa ka ardhur dençat e ka popularizuar çështjen e shkencës së fikut deri në atë rast sa kanë filluar transmetuesit me çit hadithe të rrajshme, si lexoni Kur'an e Sunet e Sene, sepse kur është pyet njëri prej tyre që të kretë hadithet që flasin për vlerat e Kuranit e kaptinave me shumicë janë hadithe të rrajshme. Kur i pyet ata që i kanë shpik këto hadithe, kanë po kena po njerëz që janë habit mas fikut e Imam Ebu Hanifes, po mundohen me kthyer ka Kurani. Këse niveli e ka ngritur. Kështu që jo vetëm kolegët e tij të djeshëm, po edhe dietarët dhe është bë shkolla më e madhe e Kufës pa konkurrencë. Është vendos vëmendja e gjithëve tek shkenca e fikut. Tani mos ka pas vend mo që s'është fol për Ebu Hanifen. Ka kaluar tani hilafeti praktikisht. Kemi kohën e Abasidëve tani, ku kryeqyteti është bo Bagdadi, është dashur me shkuar në Bagdad. Kam pas të loshe krejt gjykatësit ka ditë asoj kohë që janë konë Kufe, që janë konë mas zgjedhurit. Hamla shumë të maj, si Ibn Abi Leila, e në gjaj shumë, ose e në shumë me alimat më të majtë kohës. Mirë po, me Imam Ebu Hanifen, praktikisht në të flasim, inshallah, kur të flasim për zgjedhjet juridike, shumë që ajo zgjurësia që e përmenëm, ka bo që njerëzit kur asnjë dietar mos mundi mirë kur ka qenë ai prezant. E lemo me një dialog edhe me fitua dialogun me te, ka qenë i papom këtë, i pa konkurencë nuk ka dyshim për ata. Krejt janë ndonë mas tina dhe për një kohë shumë shkurt që është tash e kemi shkolla e Imam Ebu Hanifes, është shkolla ma e madhe e jurisprudencës islame në botën islame të asoj kohë. Profesor,
tash si mësues, si udhëheqës i ri, çfarë metodologji ka përdorur Imam Ebu Hanifja? Imam Ebu Hanifja realiteti është se si çdo sen tjetër që ka qenë i veçantë, edhe në mësimdhënie ka qenë i veçantë. Për ata Imam Ebu Hanifja edhe në mësimdhënie nuk e ka praktikuar metodologjinë që ka qenë e njohur dhe praktikuar prej dietarëve të mëdhej. Ajo që është praktikuar në kohën e Imam Ebu Hanifes prej alimëve të mëdhej, prej dietarëve të gjitha rrafsheve, nash në shkencën e fikut, nash në shkencën e akaidit, nash të hadithit, nash të tefsirit, ka qenë metodologjia, mënyra, metoda ka qenë praktikisht hoxha, imami, dietari është ullë në një vend më të lartë, edhe tjertë në formë të gjysmë rrethit halkës janë ullë para tina. Dhe ai ka spjeguar, ka fol, ka sqaruar, ka të tjertë ose kanë shkruar dhe kanë dëgjuar. Ndërsa nuk ka pas pjesëmarrje aktive rreth problematikës që është trajtuar. Kështu që nëse është kon hadith, është transmetuar ose dietari ka përmend hadithin, e ka përmend transmetuesit, tjertë kanë pas dritë me shkruar dhe morë me atë çështje, me pyet nëse s'kanë marrë vesh diçka, ndërsa nuk kanë pas dritë me thonë ki me vend se ki me vend. Do të ka qenë diçka e pa imagjinueshme, me i thonë në zonë si Imam Malikut, s'është ashtu ose me ndërhy, po më rëshaj, ose Imam Shafiut, ose Imam Ahmed, ose imamëve të mëdhenj të kohës. Do të mas po këti ka mujtë mu largua prej halkës ose prej dersit. Ndërsa te Imam Ebu Hanifja, metodologjia ka qenë, ka gjasua ma shumë një lloj akademie ku çështja dhe problematika është trajtuar për të gjithëve njëjtë. Sot e kemi këtë problematikë, kena me diskutuar rreth kësaj çështje dhe secili ka pas drejt për nxënësave me dhënë mendimin e tij. Liria shprehje. Do të kon krejt me formë ma të lirë, të thonë, kur s'ka pas asnjëri këtë problem. Për nxënësave kanë ndërhy. Ka pas drejtën e çështjes, por ata pyetjes, e dialogut, debatit. Por ata thonë shumë prej atyre që kanë marrë pjesë në këto për nxënësave tina, kanë herë çështja na ka marrë një ditë, 2 ditë, 3 ditë dhe jo vetëm për marrë për trajtum. Sot s'kena mujtë me ardhur në përfundim një ditë, nesër do të vazhdojë. Ka pas çështje që ka marrë me muaj të tërë. Derisa ka ardhur kanë ardhur në një përfundim të caktuar. Do të deri një muaj kanë diskutuar rreth një çështje, argumente kundër argumente, jemi dalë, kemi studiuar, jemi shkuar të tjerë, kemi parë rivajet e tjera sende derisa është ardhur për përfundim të caktuar. Dhe kur është ardhur, atëre Imam Ebu Hanifja thotë që kanë qenë 40 prej atyre që kanë shkruar, ka urdhëruar që të shkruhet, ka qenë njohur, uktubuha fil usul, do të shkruani tash, kjo më fund. Po jo gjithherë është shkruar për ata libra me thebit Hanefije shumë që thotë ka thonë Ebu Hanifja kështu. Ka thonë Imam Ebu Jusufi ma ndryshe. Ka thonë Muhammed ibn Haseni ose Zuferi ose Muhammed ibn Haseni. Do të praktikisht e shumë që nuk ka pas kur një të keqe që secili mu veçu me mendim në çështje të caktuara. Për këtu, kjo është konë forma e trajtimit të çështjeve. Për arsye se ajo që duhet kuptohet tash është se pjesëmarrësit në hallkat e dijes, në akademitë e dijes së asaj kohe, siç ka thënë Imam Ebu Hanifja, ka përmend numër të madh, kanë njerë 50-60 që kanë që krejt bujnë me kon qadil qudat, gjykatësa suprem të shtetit, që asë niveli kanë qenë. Flasëm për nxënësa që shumica për tyre janë akademik. Flasëm për nxënësa që Ibn Hajar al-Mekki Shafi'i, një prej dietarëve të madhhabit Shafi'i që ka shkruar një libër për Imam Ebu Hanifen, libra ka Khajratul Hisan, për libra shumë të mira. Është karakteristike, s'ka dietar për madhhabeve të tjera që s'ka shkruar libër për Imam Ebu Hanifen. Ka pej Shafive, pej Malikive, pej Hanbelive, pej gjithëve kanë shkruar, për këtë do të flasëm ma vonë dhe do të shohim pse e marrën me këtë çështje. Thot, për flet për nxënësat e Imam Ebu Hanifes, nxënësat e Imam Ebu Hanifes, ashtu thot,
kanë qenë, qale ba'd al-a'imma, kanë thonë imam të mëdhaj, që kërkush prej imamve të pasuam, shkollave juridike, nuk ka pas nxënësa të rangut të nxënësave të Imam Ebu Hanifes. Aja përsëritet historia, qysh kanë thonë Ibn Sirin e tjerë për Abdullah ibn Mesudin. Asnjëri prej sahabëve nuk ka pas nxënësa të rangut të Abdullah ibn Mesudit, aty ku ka filluar shkolla. Këta fjalë ka filluar slogan mu përdor kur është fjalët e nxënësat e Imam Ebu Hanifes. Asnjëna prej shkollave tjera pa konkurrencë, asnjëna prej trimeve të tjera, e asnjëri prej dietarëve të tjerë nuk ka pas nxënësa të cilët kanë qenë të rangut të nxënësave të Imam Ebu Hanifes. Dhe kjo është realitet. Bile këta emra të mëdha që i përmenda pak më herët, Imam Ebu Jusufi, Imam Muhamedi, Zoferi, Gjajshum, janë të rangut të tre imamëve të tjerë nëse janë mi nivelin e tyre. Pa më dyshje. Prandaj pyeta më herët se faktikisht ky ka qenë mësues, po ka qenë edhe në gjallë të rangut shumë. Po, praktikisht kjo është ajo se metodologjia do të e qasjes e komentimit e përpunimit të meseleve çështjeve juridike në shkollën e Ebu Hanifes ka qenë unike dhe nuk ka pas diçka të ngjashme në shkollat e tjera. Për ata ajo thellësia e mendimit në këtë shkollë ka qenë dhe zgjedhjet dhe ajo gjërësia e trajtimit e fushave nuk kemi pas të shkollat e tjera. Me qenë se profesor kemi folur se si ka trajtuar mësuesit në emisionin e kaluar Imam Ebu Hanifja, tash raporti Imam Ebu Hanifes si mësues me nxënësit e tij, me qenë se metodologjia faktikisht po shihet që ka qenë e re, që ka aplikuar Imam Ebu Hanifja, prandaj të shohim pak edhe raportet me nxënësit si ka pas. Raportet e Imam Ebu Hanifes me nxënësit, tash kur flasim për rrafshin fetar në këtë kohë, kemi të bëjmë me dietarët e kësaj kohe, pa përjashtim kanë qenë të gjithë shumë fetar. Të raportet me krijuesin adhurimit i ibadetin i kanë pas shumë nivel të lartë. Takvallahun, devotshmërinë, do të kanë nivel shumë të lartë të gjithë, pa përjashtim. Ajo që ka dallu ka njëherë se dikush me natyrshmërisë e tij është më i afërt. Për është ajo ma bujar, ma human, ma me të tjerë. Ajo ka mujtë, ajo ka ndoshta ka elemente që e kanë ndihmuar këtë çështje te Imam Ebu Hanifja, spari edukata që ka marrë për mësuesit të tina, që është trajtuar si ka trajtuar si fëmijë, nxënësat Hamadi, shkon i tillë. Për ata dhe respekti e Ebu Hanifes ndaj tij dhe mësuesve të tjerë ka qenë i veçantë, po se nxënës. Tash ajo është bardhë si edukat te Imam Ebu Hanifja. Imam Ebu Hanifja në raport me nxënësat e tij, këto krejt biografët, krejt ata që kanë shkruar për biografin e Imam Ebu Hanifes e pranojnë. Që ka qenë marrëdhëniet, raportet mes Imam Ebu Hanifes dhe nxënësave të tij kanë qenë ekstra. Në kuptimin e këshillës, në kuptimin e mbikëqyrjes, në kuptimin e interesimit për ta, në kuptimin e ndihmës materiale, në kuptimin e afërsisë. Do të praktikisht i ke pa Imam Ebu Hanifja me secilën që ka ditë që ka problem gjithçysh e mundu me të i kalu dhe me rregullu problemin. Po këto normalisht ka mundësua edhe aspekti material se ka qenë vetë i pasur, s'ka pas problematikë këto që ka. Nuk ka qenë për kujdesja e mësuesit tash këtë rast të Imam Ebu Hanifes ndaj nxënësve vetëm me dhon dije, por edhe me sigurue si lloj bursa shtash që sigurojmë edhe bursa gjitha kushtet. Do të praktikisht dija aspekti material shumë dhe aspekti edukativ ka qenë ajo që shumë i ka dhënë Imam Ebu Hanifja rëndësi. Ato na kemi aq shumë është fol edhe u shkruar për këtë çështje, se si kanë ndihmuar Ebu Jusufin e Imam Muhamedin e të tjerë. Po unë mendoj se njëri prej nxënësve që është në 10-shën e parë, normalisht na se njohëm shumë, s'është shkruar për emrat e mëdha të shkollës juridike të thebit. Edhe pse do emrat që tash ne i kemi në për tërheqjet tona, në për emrat librave bashkëkor, praktikisht na flasim për emra superior, shumë të mëdhaj. Personalitetet shumë ata. Shumë shura. Për tyre është njëri prej nxënësve të Imam Ebu Hanifes është Yusuf ibn Khalid
Semni, El Basri. Kjo shkon në atë 10 e parë. Mendoj që kur flitet për disa prej shkrimeve që i ka shkruar vetë Imam Ebu Hanifja, gjithë shkruhet testamenti, porësia që i ka shkruar për këtë nxënës. Se u shkua dhe ka kërkuar leje se ta shkon i Basrës. Ushtarët për i Basrës me mësohen në Kufe. Dhe ka marrë leje tash për hoxhës se ka krye rangjet komplet, tash po merr leje më kthye në vend vetin, në vendlindjen Basrë. Po. Imam Ebu Hanifja thotë do të me prit se kom ndërmend me ta shkruar një rregullore pune, sjellje. Çato është quhet testamenti që ja ka buktina, nxënësi është mësuar. Mendoj, tash mendim imi mas që e kom lexuar, e kom studiuar çdo fjalë që shkruante pe këtij imamit, pe Imam Ebu Hanifes, kishte më qenë obligative çdo njëri para se me marr diplomën me shtimin mësu përmend shkrit letrën, se ka 3-4 faqe është shkurt. Për imamëve ki fjalë, për vëllallëve. Po çdo kush që diplomon në shkenca islame, ajo i vjen si me vepruan masi të merr diplomën. Rregullore e Imam Ebu Hanifes. Ajo është çush me veprua me familjen, çush me veprua me xhamatin, çush me veprua me të afërme, çush me veprua me njerëz të politikës, çush me veprua me dietarë, çush me. A është e përkthyer në gjuhën shqipe atë? Nuk e di që është e përkthyer po në gjuhën arabe është për ata ky imam i madh kur u shkuan në Basra, thotë kështu për shkruajnë qadimtu al-Basra, kum rrin në Basër, fastamaltu ma qal, dhe kum fillu me praktikuar që ma ka thonë imami, që ma ka shkruar. فما مرت علي أيام s'kan kaluar shumë pak ditë jesira hatta saru kulluhum liya asdiqa. Krejt Basra se kush shtor për jashtë në Basra ka qenë konkurrencë me Kufën. Shkeca që kanë bërë dy shkolla që krejt kanë bërë gara faktikisht. Bogaran me zveti, po praktikisht shumë tash krejt më bën shok. Dhe filluan në çdo mezhlis më mbovan dhe në zonaj më madhon fjalën. Dhe derisa nuk kaloi kohë e shkurt dhe njerëzit filluan me harrue shkollën e Hasan al-Basriut dhe Ibn Sirinit. Shumë lazëm ata janë imamat e Basrës. I kemi përmend faktikisht. Po, Hasan al-Basri është plot mendoj që mendim është me vend, ka qenë pej tabinëve të maj, po ai konsiderohet pej edhe në aspektin shkencor edhe fetar njëri nëse s'është ma i miri dhe ma i vlefshmi, ma pej gjetarët së dytë. Dietar, praktikisht kanë filluar me lënë mendimin e tij edhe të Ibn Sirinit dhe me vepruar me mendim të dhe shumë për një kohë të shkurt praktikisht komplet Basra ka qenë e udhëhequr pej mësimeve të Ebu Hanifes. Kjo është ka qenë ndikimi, po normalisht përmes nxënësit. Po, ja kum thotë vasijetin është dal ka për cjella dite kur më dal deri te lumi Eufrati. Kaluan jena të deri aty është dal ka për cjell. Gjithçysh ma ka dhënë kese me dinar, edhe dhe letrën e ka unë kësaj në më ju përmbajt. Kjo është programi që do të më përmbajt për me. Se si duhet ne. Po, interesimi për nxënës ka qenë i tillë, para ata na kanë bëjmë me diçka që është konë shumë e rrallë dhe sikur të kesh shumë më i këtyre. Sigurisht të sashme, me praktikuar do të po ku çysh profesori është dashur më interesuar për nxënësin e tij, çysh më trajtua atë, çysh më kujdes për të. Dhe ana sjelldash dy raportet mësues nxënës dhe nxënës mësues ashtu siç i kemi pas në shkollën e Imam Ebu Hanifes. Profesor, me çanse tash disa emra e ke përmend nxënësve, cilët ishin ata nxënës që janë më të shuar se që ja vlen përmendim të Imam Ebu Hanifes para shikuesve tanë? Po Imam Ebu Jusufi tash Imam Zuferi ka qenë më i vjetër prej tyre. Me mosh. Me mosh, po. Imam Ebu Jusufi është i dyti, bile thuhet që mas Imam Ebu Hanifes shkollën në fillim e ka udhëheq Zuferi. Pastaj Imam Ebu Jusufi e pastaj Imam Muhamedi. Do të praktikisht kanë bëjmë me këtë
treshe super të madhe, që thamë djetarë prej kalibrit matnolësis, kam pos konkurencë në botën islamit të asaj koha dhe se as ma vonë. Ta që kemi thonë për Imam Ebu Jusufin, është smul herë, që ka vlerësuar Imam Ebu Hanifja. Të konë gjallë Imam Ebu Hanifja, Imam Ebu Jusufin ka qenë i smur. Dhe jenë shku me e po, dhe ka posë që gjendja shumë e ronë. Imam Ebu Hanifja ka thonë për Imam Ebu Jusufin të dalë, ka thonë nëse vdes, nuk ka met as kush ma i di shumë se kjo mbi si për faqen e saj, ka bosh ai ka toka. Që të nivele ka vlerësuar Imam Ebu Jusufin. Do thotë vetë mësuesi për nxënësin. Po i cili praktikisht në kohën e Harun al-Rashidit është bërë Qadi al-Qudha. Është i pari jurist islam i cili ka marrë këtë epitet, gjykatësi i gjykatësve. Ata praktikisht gjykatësi suprem i shtetit islam, që ka qenë ton posti më suprem më i lartë mas halifës o thajsit. Po çaq nivel ka pasur saqë Harun al-Rashidi fetja ka folë namazin e gjenazës dhe vetë ka ecë para gjenazës deri sa është voros. Kështu është trajtua Imam Ebu Jusufi. Imam Muhammed ibn Hasani ka qenë më i vogël me mosh në qatë kohës kur ka qenë është pej aty në zonësa që mas shkuti ka marrë mësim pej Imam Ebu Hanifes drejt për zejti, po ka marrë pej në zonësave të ti. Merë po, në një farë mënyre, librat e Imam Muhammedit konsiderohen librat am të gjitha medhhebeve. Librat e Imam Muhammedit, nështë të ne jepet mundësia dhe sëqarojnë pse, po të temi kështu, cila do Al-Jami al-Saghir ose Al-Jami al-Kabir ose Sejr al-Saghir, Sejr al-Kabir ose Al-Mabsut në gjajshme, ka tani Al-Hujja al-Medina, pastaj ka Muwattan, libra të shumta. Na po flasim tash Al-Jami al-Saghir është botuar tash që shikohi që duhet, është 12 volume, na po flasim për libra. Kush nuk ka shkruar libra në fik për bashkëmoshatarëve të këtij niveli, nuk kem libra ka shumë, nuk ka qenë produktiv sa ka qenë Imam Muhammedi. Krejt librat të tjera janë njëjtit kapitull, nën kapitull, praktikisht krejt në njën e tina. Kjo është karonë ndikimin e tij Imam Shafiu, sa konë mësuar si Imam Shafiut. Për ata është komplet përmbajtja kopje pej librave të tina. Mudawwani janë Imam të Malikive, është libri më i vjetër që është shkruar. Po do të përmenem qysh ka ro praktikisht është komplet, ka shkuar në Irak, ka marrë mësim për Irakut edhe praktikisht për libra të Muhamedit është dorë me të njëjtin kapitull. Ka vetë nxënësat e Imam Malikut dhe ka shkruar Mudawwan në cila praktikisht është produkt nën hijen e librave të Imam Muhamedit. Faleminderit shumë profesor, diçka më shtu për në fund të emisionit. Jo, tash na do të mundohem me plotësua se ajo që neve më shumë na ka interesuar kur fjala me ofruat e në shqyquosi rrëth këti imami, është praktikisht aja që tash pason. Sepse pregaditja e ti shkëndësore, pozita e ti në shoqëri, metodologjia e ti, dhe si mësues, dhe gjithë gjo, normalisht, këto e në që do të rrëth ti personaliteti me i njoftë gjithë njani, po më përshe. Mirë po, si ka ardhën ato përfundime dhe cila ka qenë metodologjia që ai e ka aplikuar me rastin e nxjerrjes së dispozitave prej burimeve dhe cilat kanë qenë burimet juridike që ai ka shfrytzuar, janë këto çështje që kem nevojë më shumë me i ditë dhe ma thellë me i njoftë dhe ma prej dorës së parë, mi përmend edhe burimet ku me u qas imam sidomos, për arsye se në këto çështje shumë sani janë përfol pe qarqeve të caktuara, që nuk janë tashme, tanishme të janë këto vetëm vazhdimësi e diçka që është shumë më e vjetër, po marrësh ajo, e shpesh herë motivi nuk është i njëjtë. Motivi nuk ka qenë i njëjtë te bashkëmoshatarët ose gjeneratët pak më të vona. Po, telashe mes shkollave juridike, konkurenca, inote, teket, mosnjohja reale Imam Ebu Hanifes, që praktikisht kjo ka qenë, shumë kanë folë, kundër tina derisa e kanë njoftë.
Fudhail ibn Iyadi është për dietarëve që merret shembull sot e kësaj dite në sjellje. Në halak mirësjellje. Është që është quajtur Abidul Haramain, ibadetxhia e dy haremeve. Dhe njëherë është njëne thot për gëzoj pse po vi kemi bu haxhillokun Abdullah ibn Mubareku. Në shokit tina. Abdullah ibn Mubareku, për cilën kemi fol, ka qenë minxon sa Imam Ebu Hanifes. Është ai që kur e kemi përmend ka ndodhur krejt Bagdadi kur është me prit jashtë, çasi niveli ka qenë. Po është nxon si Imam Ebu Hanifes. Si e ka vlerësuar Fudhail ibn Iyadi Abdullah ibn Mubarekun, e ka vlerësuar me këto fjalë. Kur i ka thonë po vi kan haxh, ka thonë atëherë pas ka shpresë të madhe si vetëm na u bë kabul haxhillaku. Në mesin tonë njëri që për hirë tina ko hymët shumë që Zotin me në bo kabul haxhillokun. Edhe tash ai që erë me përgësue, normalisht tash për që pak duvar kritika është duvar kundja është me sigur të thënë po veçe kanë ju gjali se Ebu Hanifa jo kanë ajtë me Ebu Hanifën ka morë mësim për tina Fudhail ibn Iyadi thëtë sikur mos te kishte ditë Abdullah ibn Mubareku që Ebu Hanifja është ma i vlefshëm dhe ma i ditën se ai s'ke shup kohë mas tina. Mite. Kjo që orë që po në botë hoqë se bëbtina, Fudhail ibn Iyadi po që kjo po thëtë, komë në bo hoqë, që ka vlerësu Abdullah ibn Mubarekun. Kur përmeni si pikë dzejës që përmeni këta që ka mësu për Ebu Hanifës, ka mësu për tina për arsye se ka ditë që ma i meqëm dhe ma i dishëm dhe ma i vlefshëm se aj. Ja ka vlejt. Ja ka vlejt me upko mas tina. Të shaj, po shto fjallë, po ti ka njëherë të kena ndëgjuat, tu e kritikua Ebu Hanifën. Po edhe Sufjani ka kritikua dheri sa nuk e ka njoftë. Për ta urim për fletë, unë e madhë me të, po kur e ka njoftë, e kena ndronë mendi. Mendimi tani e kanë marrë vesh që Abdullah ibn Mubareku ka pas me vend se kërkush është nivelit të imamit. Fjala për Imam Ebu Hanifën. Kështu që çështja synimi i kësaj është tash me rritë ajo se cila ka qenë metodologjia që ai e ka aplikuar dhe ka rezultuar me thebi më i madh në botën islame të jetë si rezultati asaj metodologjie. E këtë është ajo që do të mundohemi inshallah me trajtesave të arshme me Sigurisht, profesor, sepse me qenë se edhe në disa vende ose disa pozicione është dëmtuar dhe imazhi edhe i Imam Ebu Hanifës por e shkollës, prandaj falenderojmë Zotin që të kemi mesin tonë dhe je i papritueshëm çdo javë që të vesh në emision dhe të sharojmë këtu çështje që janë interes të gjithëve. Shikues të nderuar deri në emisionin e radhës, ne vi përshëndesim me selam dhe faktikisht këtu janë injizime emisionet tona që mund t'i gjeni në gjitha adresat e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës në rrjetet sociale. Deri më atëherë, faleminderit dhe mirupafshim.